Telefonatat si këto të 17 nëntorit i pati me bollëk gjatë vitit të fundit. Në emër të Hashim Thaqit, Pierre Richard Prosper i bindi diplomatët, ushtarakët e oficerët më të lartë të organizatave ndërkombëtare të udhtojnë drejt Hagës për të dëshmuar të vërtetën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, njërin prej të cilëve, Wesley Clark, do ta dëgjonte pas pak. Ajo që tha generali Amerikan me 4 yje e vullosi realitetin për cilin ka nevojë gjykata sipas avokatit Amerikan. E vërteta është se presidenti Thaqi nuk ka pasur komandë dhe kontroll mbi pjesëtarët individual të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Prokuroria e specializuar këtu e ka trajtuar çështjen asisoj që për secilin abuzim që ka ndodhur, Thaqi dhe të tjerët janë përgjegjës. Kjo për shkak të natyrës së titujve apo pozicioneve që kanë pasur. Kjo nuk është e vërteta. Qeveria Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo britanike, OSBE e OKB u dërguan plot prova e titullarët e tyre, por mozaikut të mbrojtjes do të ishin shtuar edhe disa dëshmitar tjerë, po të ishin gjallë. Sekretarja Albright do të ishte një dëshmitare fantastike. Po ashtu, ish ministri i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, zotri Cook, lista është e gjatë. Edhe vetë Mike Jackson, pikërisht. Maybe Mike Jackson himself? And Jackson himself, exactly. Me gjithë çfarë dëgjuan nga Clark, Prosper përgjigjet edhe nëse specialja do ta shkelte NATO-n po t'i njeh si fajtor katërshën e UÇK-s. I think it is a Mendoj se nëse ata shpallën fajtor, mendoj se është një keqkuptim i qartë dhe vlerësim i padrejtë jo vetëm për të vërtetën, por për gjithë historinë. Mendoj se jo vetëm historia, por të dhënat historike brenda NATO-s dhe kujtimet e zyrtarëve përgjatë zinxhirit komandues, si dhe të dhënat historike të të gjitha qeverive, janë krejt të kundërta me një përfundim të tillë. Prosper në këtë intervistë ekskluzive për Klan Kosova tregoi se 7 dëshmitarët e Hashim Thaqit që dëshmuan fizikisht në speciale u larguan të hutuar nga gjykata pasi dëgjuan pretendimet e prokurorisë, ndërkaq nga trupi gjykues që i cilëson gjyqtar intelektuale profesionist pret t'i vënë vulën të vërtetës. Dhe e vërteta duhet të pasojë me lirimin e atyre personave.